Përshëndetje shenja dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavën 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 10 kupat, hëna, 9 shkopinjt, mbreti i monedhave. Ju hyni në këtë javë me një dëshirë të fortë për paqe emocionale. 10 kupat tregon që zemra juaj kërkon lumturi të plotë, siguri shpirtërore, ndjesinë e shtëpisë emocionale. Mund të keni momente ku imagjinoni se si do të dukej një jetë më e qetë, më e mbushur me dashuri dhe stabilitet, por menjëherë pas kësaj hyn hëna dhe energjia bëhet më e paqartë. Ka diçka që ju nuk e shihni plotësisht qartë. Mund të jetë një person që ju jep sinjale të përzjera, ndjenja që nuk po arrini t'i kuptoni, ose intuita juaj që po përpiqet t'ju paralajmërojë për diçka. Kjo kartë shpesh sjell edhe mendime të shumta natën, që mund të jenë ëndra intensive ose ndjesinë që po ecni emocionalisht në mjegull. Dhe pikërisht për këtë arsye shfaqet karta 9 shkopinjt, që nënkupton se ju jeni lodhur emocionalisht, por ende nuk po dorëzoheni. Ka një pjesë tuaj që thot, kam kaluar shumë, por ende po qëndroj, ende po rezistoj. Në fund të kësaj gjendjeje shfaqet mbreti i monedhave, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse pavarësisht gjithë paqartësisë emocionale, ju do të përpiqeni të riktheni kontrollin dhe stabilitetin. Mund të bëheni më praktik, më racional, më të fokusuar tek ajo që ju jep siguri reale. Kjo javë ju transformon nga emocionale dhe të paqartë në një modalitet më të fortë dhe të përqendruar. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 monedhat, 4 shkopinj, njeriu i varur, faqja e kupave. Në familje shfaqet fillimisht një energji mbështetjeje. 6 monedhat tregon shkëmbim, ndihmë, kujdes reciprok. Ndoshta dikush mund të jetë aty për ju ose ju për dikë. Gjithsesi kjo kartë nënkupton edhe që nuk duhet të jepni më shumë se sa merrni. 4 shkopinjt sjell atmosferë më të ngrohtë, shtëpi, bashkim, stabilitet ose momente ku ndiheni më afër familjes se sa zakonisht. Por më pas energjia ndalon pak me kartën njeriu i varur. Ka një situatë që nuk ecën përpara aq shpejt sa ju do të dëshironit. Mund të ndiheni sikur po prisni një reagim, po prisni një vendim, ose ndoshta po prisni një ndryshim. Kjo kartë ju kërkon të shihni situatën nga një kënd tjetër, dhe përfundimi me faqen e kupave është shumë i butë. Duket se pas një periudhe pezullimi vjen një komunikim emocional ndoshta një afrim ose një gest i sinqert që zbut atmosferën. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi 10 shkopinj, krye priftëresha, mbreti i shkopinjve, kalorësi i kupave, 4 kupat. Në dashuri duket sikur sfera e dashurisë është zemra e kësaj jave për ju, edhe njëkohësisht pesha më e madhe emocionale. 10 shkopinjt tregon që ju po mbani shumë mbi vete. Kjo mund të jetë pritje të mëdha, emocione të pashprehura, lodhje nga një situatë që ju ka konsumuar ose ndjesia që vetëm ju po e mbani lidhjen emocionalisht ose edhe financiarisht. Ka shumë ngarkesë këtu, dhe kjo nuk është vetëm praktike, është edhe shpirtërore. Pastaj shfaqet karta e kryepriftëreshës, edhe kjo është karta e intuitës, është karta e heshtjes, është karta e sekreteve emocionale. Kjo më tregon që shumë gjëra nuk po thuhen hapur, ka ndjenja të fshehura, dyshime, mendime të pathëna, shikime që flasin më shumë se sa fjalët. Ju mund të ndjeni fort energjinë e dikujt, edhe pa komunikim të plotë. Më pas kemi figurën e mbretit të shkopinjve, që
përfaqëson shenjat e zjarrit, siç jeni ju dash ose luanin ose shigjetarin. Kjo është një energji shumë magnetike, karizmatike, e fortë, krenare, me prezencë të fuqishme. Ky person mund të duket i sigurt në vetvete, por jo domosdoshmërisht emocionalisht i hapur. Ky person që mund të jeni ju ose dikush në jetën tuaj tërheq shumë vëmendje, por shpesh i kontrollon ndjenjat. Pas tij ose pas saj vjen kalorësi i kupave dhe këtu historia bëhet më interesante sepse pas gjithë asaj force ose krenarie shfaqet një anë më romantike. Dikush mund të afrohet emocionalisht, mund të jeni ju ose personi juaj, mund të ketë mesazh, rrëfim, flirt ose një përpjekje për t'u hapur, por historia nuk mbaron aty, sepse në fund shfaqet karta e 4 kupave dhe kjo kartë sjell një melankoli të heshtur. Është sikur njëri prej jush nuk është plotësisht i kënaqur ose e kënaqur, ose sikur ka një frikë për t'u hapur plotësisht, ose sikur po mendon aq shumë për atë që mungon sa nuk po arrin të shohë atë që po ofrohet. Kjo kartë është shumë emocionale, por e mbyllur. Dashuria këtë javë duket si tërheqje shumë e fortë, emocione të fshehura, afrim romantik, por edhe hezitim dhe lodhje emocionale. Dhe sinqerisht këtu duket sikur një lidhje po jeton më shumë në energji dhe heshtje, sesa në një komunikim të qartë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi rrota e fatit, 3 kupat në të kundërt, faqa e shkopimve, asi i shkopimve. Në punë, energjia fillon me ndryshim. Rrota e fatit tregon një kthes të fatit në mënyrë të papritur, pra është lëvizje e papritur ose një mundësi që ndryshon ritmin e gjërave. Por 3 kupat në të kundërt tregon pak tension në ambient, që mund të jenë keqkuptime, mungesë harmonie, mungesë bashkëpunimi ose ndjesinë që jo të gjithë janë në të njëjtën frekuencë. Megjithatë, kjo nuk ju ndalon. Faqa e shkopimve sjell ide të reja, entuziazëm dhe kuriozitet. Ju filloni të ndjeni përsëri zjarrin brenda vetes suaj. Dhe në fundim me kartën e asit të shkopimve është shumë pozitiv sepse nënkupton fillim të ri, energji të re, motivim, impuls për të nisur diçka me pasion ose edhe ndonjë njohje pasionante në punë për disa. Pra puna mund të bëhet vendi ku ju riktheni fuqinë personale. Duket se këtë javë nga jashtë mund të dukeni të fortë, të përqendruar dhe në kontroll, por brenda jush po zhvillohet një proces i madh përpunimi. Është sikur një pjesë e juaja kërkon stabilitet dhe siguri, ndërsa një pjesë tjetër po endet në mjegullën e ndjenjave, pyetjeve dhe intuitës. Kjo nuk është javë sipërfaqësore, është javë ku do të kuptoni shumë gjëra që nuk thuhen me fjalë. Kalojmë në prizëm Oracle ku kemi hapësirë. Kjo kartë ju kujton nevojën për hapësirë emocionale dhe psikologjike. Jo çdo gjë duhet zgjidhur menjëherë dhe jo çdo ndjenjë duhet mbajtur mbi supe. Ndonjëherë largimi nga zhurma, largimi nga njerëzit apo presioni ju ndihmon të dëgjoni më qartë veten, intuitën dhe zemrën tuaj, sepse hapësira flet për qetësi, për reflektim dhe në fund të fundit rikthim tek vetja juaj. Paçim.